Pas një jave me kushte moti të pafavorshme, e diela dhuroi një ditë plotësisht verore. Bregdeti i Durrësit ofroi të dielën pothuajse të njëjtën panoramë të ditëve të nxehta të verës, edhe pse jemi ende në muajin prill. Dielli dhe temperaturat e larta janë shfrytëzuar nga pushues të shumtë, të cilët kanë mbushur plazhet. Përveç pushuesve shqiptar, të shumtë kanë qenë dhe turistët e huaj, të cilët kanë zgjedhur Bregdetin e Durrësit si destinacion të tyre të fundjavës. Panorama në plazhin e madh ishte kjo. Ecje në breg të detit, lokale dhe restorante plot me njerëz, ndërsa më të apasionuarit pas diellit dhe detit nuk kanë humbur ditën e ngrohtë dhe kanë nisur plazhin. Plazhi i Durrësit është një nga plazhet e mbushura me njerëz që në muajin prill dhe kjo i dedikohet vendasve, veçanërisht të ardhurve nga Tirana dhe qytete të tjera të vendit, por dhe shqiptarëve nga Kosova dhe Maqedonia, të cilët i mbeten besnik qytetit në fundjava. Kjo panoramë tregon se ky sezon turistik do të jetë i suksesshëm, ndërkohë që synohet turizëm i qëndrueshëm për Durrësin.